vajza, bravo. Dëgjoni këto. E kam shumë për qef këtë analizën që do flasim sot, ose këtë temë i quajmë ne. Është për strukturat e reja të policisë, këto çunat dhe gocat që janë rrugës. Që diplomohen, që të kemi policinë që duam. Vinë nga një vend, ne jemi një vend fatkeq për sa i përket numrit të banorëve që jemi këtu. Sepse njihemi te Belen, me Malia e Tiranë, Gjirokastër, Shkodër, Vlorë, Laç, Lezhë, çka ke qytete tjera, sa dush ka. Po kudo që ta çosh dikë shef policie do i dali djaldaje. Po jo më shef policie edhe në qarkullim atje do nepotizëm. Çaponë. Jemi vend i vogël. Nëse. Pa ne Vatikani si vend i vogël e zgjidhi me roje zviceran. Po. E zgjidhi atë. Mos jeni italian fare këta. Okej. Në fakt për të hyrë, për të bërë polic, duhet kalosh nëpërmjet Akademisë së Sigurisë. Por përpara se të shkosh atje të japësh 3 provime, duhet fitosh këto 3-ja dhe pastaj dalësh në terren, duhet kalosh një listë me gjëra. Figura jote, i dënuar apo jo, me familje, babaj, mamaja, vlezrit, motra, e gjithë të gjërat e tjera. Dhe gjitha ky lloj filtri ose këto lloj informacione që shkojnë në shkallë, vinë nga Komisariati i Policisë qytetit tënd. Pra që t'jetë figurë e pastër, e pa korruptuar, sepse ke kohë të korruptohesh me kalimin e kohës. Bravo, do e ke përpara. Momenti që i gjithë kjo gjë dekanton dhe menaxhohet në një komisariat policie rrethi, këtu s'kam fare besim që nuk mund të përdoret nepotizëm, njohje apo hakmarrja. Në fakt, rastit konkret kemi 2, një djalë dhe një vajzë, megjithëse kanë fituar, kanë kaluar të 3 etapet i kanë thënë fund fare, skualifikoni. Një vajzë nga Mirdita dhe një djalë nga Vlora. Skualifikoni, thotë. Pse se vllai yt thash përfshirë në trafik që i kutruri vajzës. Ndërkohë që vllai ka dëshminë e penalitetit të pastër, i pa dënuar kërkund. Djalit nga Vlora i thënë babaju yt u dënuar në 2017 dhe vllai yt është dënuar për dëmtim prone me zjarr, pra i ka vënë zjarrin pronë të dikujt. Të 2 dëshminë të penalitetit të pastra, pa dënuar asnjëri. Më fal. Se dëshmia e penalitetit e le pastër. Nuk është dënuar. Nuk është dënuar. Këto i ka thënë ashtu i kanë thënë. Kanë hyrë në krizë identitetit 2 kandidatët. Ç'është më kjo? Ne jemi familje të rregullta. Pra, nga rrethet, Vlora apo Lezhë, dikush atje dhe jam i sigurt se vetë se Zoti më ndryshon mendimin, sepse kështu ndodh. Apo ky është një justifikim nga këta lart për t'i përjashtuar për të vënë dikë që duan aty. E kanë gjetur. Po këto komisariatet e rrethave kemi treguar OPG, që të qepet mbrapa sa jo 1000 gjëra pa i pasur, derisa të rrasin burg sa u tut ngacmu grun. Kemi treguar raste këtu. I do të gru njonit, i shajoj atit armbajtje, droge njona, ja rrasi mrena. Apo kur bëhet bashkëshefi dhe OPG-ja, aty masaj s'të po dërmon as Strasburgu, as Haga. Atëherë gjej vrim e futu. Bravo. Pra, Samir Kodra dhe Gentian Zenelej, 2 djemë të ri që duan pa themi, duan të hyjnë në Akademinë e Policisë. Kanë pasion policinë. Ka shumë të rinj që e kanë pasion. Gentianit, vllai i Gentianit dikur, me vllain e këtij që duhet t'jap informacion, s'kan pas një konflikt në shkollë. U bane ai me shku polic. Ja. Ata janë në familje, kështu e kështu. Na bëha djali shef na vi këtu ta që na kontrollojnë. Po kështu dhe për tjetrin, ja pra kaq. Ndërkohë që sot duhet të jetë një tjetër formë e verifikimit të këtyre gjërave, që është një dokument zyrtar, or lumiku. Kaq, mbaroj kjo punë. I pa i dënuar. Dhe mbaroj. Hapi i parë. Si në çdo konkurs në përbot, ka persona të kënaqur dhe të pakënaqur, ka fitues, ka humbës. Këtu jemi fokusuar tek Akademia e Sigurisë. Më datë 26 nëntor është shpallur dhe lista me fituesit dhe humbësit tek faqja zyrtare e Policisë së Shtetit. Mirë po, tek kjo listë ka dhe të pakënaqur. Përshëndetje. Ti je? Luzmila Marku nga Mirdita. Si çdo e re, me dëshirën për të bërë pjesë e uniformave blu, edhe unë aplikova pra drejtorisë vendore të përgjithshme të Lezhës. Është thënë nga drejtoria që menjëherë pas përfundimit të fazës të dorëzimit të dokumentave, këto dokumenta do të shqyrtohen dhe secili aplikant që dokumentacioni i rezulton i rregullt do të nisë menjëherë me fazat e provimeve. Rezultova që ky dokumentacion të ishte i rregullt dhe jam telefonuar për të përfunduar të 3 fazat e provimeve, nga të cilat jam shpallur me mbi 50% të pikëve të fituara, që do thotë kam qenë fituese të gjitha provimet. Deri këtu në rregull, çfarë ndodhi pastaj? Më datë 26 nëntor,
shpatet dhe lista e këtij konkursi tek faqja e policisë, apo jo? Po. Nëpërmjet kodit që kam realizuar provimet, të isha e 15-ta, por skualifikohesh për arsye të vërtetimit të besueshmërisë. Drejtoria vendore e përgjithshme e policisë Lezhë më kontakton dhe më thotë që unë jam e skualifikuar nga gara. Dhe sipas tyre, arsyeja që mu dha ishte që vëlla im është implikuar në një veprimtari kriminale. Nga ky lajm që më erdhi, unë u trondita sepse në dijenin ton as vëllai dhe as një pjesëtar tjetër i familjes time nuk është implikuar në veprimtarin kriminale. Dhe për këtë arsye ti ju drejtove Ministrisë së Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ku thuhet nëpërmjet i vërtetimi i gjendjes gjyqësore, Besart Marku është i padënuar. I bëj pyetje DVP së Qarkut Lezhë, Komisariat të Mirëditës, të më gjejnë se ku janë bazuar që vllai im është i dënuar penalisht. Sepse sipas dokumentit është i padënuar. Dhe prandaj jam drejtuar tek Emisioni Stop që të gjej një zgjidhje. Pra kjo ishte Ludmila nga Lezhë. Ka lëtë gjitha etapat, në fund fare i thonë, jo, thot vllai, jo, thot të ka një problem, jo, pas se shiko po qërë. Në fakt, në gjithë historinë, Odeta Gjevori ka shtjelluar nëpërmjet telefonata, kuptohet se s'mund t'i takosh dot se janë zënë me punë. Po në informacionet tona të policisë, kështu çfarë informacionesh? Shiko, informacionet e policisë janë tjetër gjë dhe ti je i dënuar është diçka tjetër. Pra që e ka, pra këtu për të fituar, ti je i dënuar dokument zyrtar. Ti je pasur në informacion, jo në dokumenta. Se ti mund t'je, se mund ndodhi dhe kjo, në absurdin e seleksionimit, që e vërtet ka një vëlla dënum, po ka mbajt qëndrim shumë mirë në burg, e meriton tjetë në polici kja. Kalem një rast tjetër, në fakt menduam të mbyllë në këtu, për kur tak, falë tha jam dhe unë nga Vlora, kam dhe unë një problem të tjetha, kalova gjitha etapat, kalova gjitha gjërat, dhe në fund fare më thanë, jo, tha ke probleme në familje, pra, dhe këti të asnjëri nuk i qëndronte. Një pyetje për këta zotërit e policisë, drejtora, shefa, drejtora shkolla, ku diun çka ka tjetër. Mo pse i kalonin në të treja etapat provime dhe fitojnë shkretët? Me 60% ka fituar djali. Është edhe humbje kohe. Po patjetër, ore zotëri. Tash sa i mirë kodra. Jo, ke pas një dajo me ballin, jeni familje ballistash, nacionalistësh, nuk e merrni këtë. Ky duhet jetë kalimi i parë, filtrimi i parë. Hyn provim, s'hyn provim. Po, kalove tesin me gojë, me shkrim, me vrap fizike, ku diun çka ka tjetër. Fund fare, ti je fitues, por ke një, po çe leni në fund fare. Nuk jeni familje e mirë. Nuk jeni familje. Pyetja është, po nëse e blej lek bosh? Patjetër që bosh për plak. Bosh. Patjetër. Sa herë kanë dalë në për portale, ne kemi folur për provime në Akademinë e Policisë që nga 400 fitues, dolën 400 tjerë, sepse edhe ato zemrat e vogla. Ki besoj ato zemrat që lëvizin kështu? Ti mund ta rregullosh imazhin e familjes. Patjetër që po. Digjeni. Ndërkohë, këtu kemi një tjetër rast, i cili ndodhet po në të njëjtën situatë, ndryshon vetëm personazhi, sepse qytetari quhet Drilon Runaj nga qyteti i Vlorës. Kam aplikuar për të bërë pjesë e policisë të shtetit pranë drejtorisë vendore të policisë Vlorë. Kam konkuruar në të gjitha fazat dhe jam vlerësuar me 69.7%, duke u renditur i 393. Në momentin që prisja për të filluar akademinë, më vini një mesazh në telefon që më informon se jam skualifikuar për mos përmbushjeve të kritereve ligjore. Pas këtij njoftimi kam bërë ankimimin dhe nuk mora një përgjigje për shkakun e saktë të skualifikimit. Shkova pranë drejtorisë të policisë dhe kërkova një takim të drejt për drejt me shefin e krimeve, me Veli Alliun, dhe me oficerin e krimeve Shpëtim Gjika. Dhe më thanë se e ke babajnë e dënuar në vitin 2017 dhe një nga vëllezërit e tu është dënuar për shkatrim prone me zjarr. E vërtet është kjo? Jo. Si e vërteton? Ke dokumentacion? Po, kam. Pra këto janë vërtetimet e familjarëve të tu. Konkretisht, Fatmir Runaj, i padënuar, Arbër Runaj, i padënuar, dhe Fatbart Runaj, i padënuar. Më bën pisku nuk jemi të tillë. Mundohen të njollosin imazhin tim dhe të familjarëve të mi. Kanë dalë dhe të dy dhe më kanë thënë me plot bindje që ti nuk do të futesh këtu. Kush? Veli Alliu dhe Shpëtim Gjika. Po pse? Ata e din ata. Keni ndonjë konflikt personal? Jo, ndonjë inat? Asnjë lloj konflikti. Prandaj jemi drejtor emisionit Stop, që të më jap një zgjidhje. Një tmerr i madh. Ore, nëse vërtet funksionon nëpërmjet informacioneve që vllai apo motra apo babai, megjithëse nuk qesh pas qenë i dënuar, po ka një të dhënë policia që është marrë këtu apo është marrë atje,
Pastaj fajtor sot në këtë vend quhesh kur ke një vendim formës për herën gjykatës valla. Kur Me këto histori kështu llogja ka vaj se e di apo gjëja, se e di specialisti i zonës, se ai e pas kështu menon specialisti, po pyetni çik popullin çfarë menon për specialistin e zonës ku do qoftë, që është i kokër rajduti, i kokër korruptumi, që do vetëm lekë me pjera ki gjithë ditën. Thon banorët. Pyetëm drejtorin e shkollës. I tha o deda, i kom me qafe, tha këto gjona se e di si funksionon kjo punë, ja kam lënë aty në teme, drejtorisë përgjithshme. Digjeni. Për të rast, Stop komunikon me drejtorin e Akademisë së Sigurisë, Ilir Mandro. Po, më kanë ardhur 2 raste në Stop, 2 persona që kanë konkuruar për tek Akademia e Sigurisë. Po? Në fazën e parë, njëri prej tyre ka qenë fitues nga Vlora, ndërkohë tjetra është nga Mirdita. E ka përjashtuar vërtetimi i besueshmërisë. Ndërkohë të gjithë kanë dalë të pastërt. Akademia e Sigurisë, që kur u mbërru rektor, i ka hequr nga dera e vet të gjitha pyetjet, testime, servera, gjithçka dhe merret drejtoria e përgjithshme për shkak se ajo bën planifikimet dhe ka si thua strategjinë e marrjes në polici. Akademia e Sigurisë mbështet vetëm me vëzhguesa, me ambiente, me gjëra të tilla thonë logjistike. Po. Kështu që për këtë elementin, edhe për këto që më thua, komisionet e apelimit dhe gjithçka janë tek drejtoria e përgjithshme dhe ndiqen nga zot drejtori i përgjithshëm zoti Sokol Bishka. Unë do t'i jap numrin e drejtuesit të procesit, që është drejtori i kolegjit, zoti Snir Kalemi. Komunikon se ai mund të di ndonjë gjë dhe më shumë. Për të rast, flasim dhe me Skënder Kalemin, drejtorin e Kolegjit të Formimit Policor. Nderuar zonja gazetare, ne jemi kolegj që bëjmë formimin dhe verifikimet i bëjmë komisariatet dhe drejtorit përkatëse. Mund të drejtoheni atje. Ne vetëm marrim produktin që vjen nga testimet dhe fusim në proces mësimor. Kaq. Pra, marrin produkte nga komisariatet. Qa na sjellin komisariatet? Pra, komisariati i Lezhës në rast dhe i Vlorës, kam parë këta çuna dhe kanë dhe këtë gozën, kanë thënë, qa thua ti ore? Po, qa thua ti ore? Pa dashur, që nuk e kam sa jesë, pa dashur, ju them rastin tjetër që merë në telefon që ko Vlora, për Gentian Zenelajn, ose Lezha, për Gentian Zenelajn, në si një opinion të kej se du në fusim Sajmiri, se e kemi tonin. Edhe pa tjetër, ka pe bjerë Lezha, familja tit, ka ngritur push kundër zogut, s'ka dashen verogje, në kujtu, 1001 gjëra. Kalem tek zoti Sokol Bishka, zëvendës drejtori i policisë, i cili sjaron Odeta Gjevorin, qartë, pasër, ka një perceptim, ka një diçka të tillë, thot, për këto 2 rastet konkreta, thot, që kanë këshu, ta provojnë, thot, vitin tjetër. Po shumë mirë, mor burr. Jo, pra jo. Po, mor, po. Edhe njerë. Po. Pra në qëfë se këto janë përjashtuar, për këto lloj problemesh. Do vinë me të njëjtën dëshmi penaliteti të bardhë, po do pyetet Lezha, prap kanë me janë zi, prap. Do provojnë tha një herë vitin tjetër. Dhe e di qa do zonë vitin tjetër? Pate se morën herën e parë më. Ata e qumë në herën e parë se morën, do thot Lezha për atë vajzën. Që kërgoni më për atë, ju kanë a thani herë. Pra nëse këtë vit, Gentian, u përjashtuan për këto dyshime që ka policia, a thu vitin tjetër do pastrohen këto? Ore, kjo dëshmin e penalitetit prap bardhë ka për ta morën. Po, pra po. Opinionin Lezhë duhet rregullu. Duhet rregulluar ja atje në Lezhë. Digjeni pak. Për këtë rast, Stop komunikon me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Sokol Bishka. Janë të dhëna që bëhet fjalë për aktivitete kriminale që janë burim të ardhurash nga krimi, prostitucion, drogë, trafiqe e tjera, që me gjithse të je i padënuar nga gjykata përvojat e tjera, kjo nuk do të thotë që me qëse ke shpëtuar, ti të depërtosh në radhë e policisë së shtetit se je i padënuar. Policia është një organ gjurmus dhe ai që ka bërë vërtetimin e personalitetit në Mirdit, ai që ka bërë vërtetimin e personalitetit në Vlorë, është aq i përgjegjshëm. Po si ka bërta në kuadrin e thashëthimit apo të sistemit? Jo, e ke gabim, nuk është në kuadrin e thashëthimit. Po kush e thot, pra kush e thot, se nëse nuk e thot në polici, nuk ka një denoncim polici, apo në prokurori si? Në kuadrin e Kurepllakut? Jo, dakord, të lutem, dua të kuptoj, unë dua t'i vi në zgjidhje e rastit. Nuk i vjen dot në zgjidhje e rastit, nuk i vjen dot në zgjidhje e rastit dhe kur thot punonjësi i policisë është i papërshtatshëm, sepse punonjësi i policisë as nuk e ka as komshi, as vëlla me hajmali, as inat. Punonjësi i policisë është i përgjegjshëm që bën një informacion, bën 2 informacione, 3 informacione dhe kur bën
disa informacion edhe kapet, edhe mund mos kapet, por nuk mund të shpifi punonjës i policisë, nuk mund të shpifi punonjës i policisë për të bërë një informacion që i cili kalon në disa hallka. Ka është inspektori zonës, është shefi seksionit, që e miraton, është shefi komisariatit që e miraton, është drejtori, zëvendës drejtori për krimet në drejtori që e miraton, është drejtori qakut, pastaj që e mbyll cikli që sjell drejtoritë të përgjithshme. Tashti cikli është mbyllur, studentët kanë filluar shkollën, le ta provojnë herën tjetër. Vitin tjetër? Po do ta shikojnë, ta provojnë vitin tjetër, sepse tashti kuotat janë me rend zbritës. Kur është skualifikuar ky, dikush tjetër është ngritur në rang në vend të tij. Dhe ka një kuotë që jashtë kësaj kuote nuk mund të marrësh më. Realisht duhet ketë kritere shumë të forta për t'janë të arsuar, por të drejta. Që të kemi policinë që duam. Policinë që duam. Një gjë që më shqetëson. Jem dhe vajzat mirë që e dashurojnë këtë punë. Por zotri, nëse ti ke një informacion nga komisariati për katës i qytetit nga vjen kandidati, që për te dëshmimet penaliteti që nuk ka asnjë të dënuar, po ka influenca në trafiqe, dajo, gjaja, tjere, po mos se fut lumiku në për konkurse. Kualifikoj që momentin e parë, jo, Por një pyetje kam. Si pas informacionit policisë, Ta sqarojmë se do konkurrojnë dje me vajza viti që vjen. Ta shti kjo bëhet në kuadër, kjo kriteret që vinë, pra, përshtypjet për tyja, vinë në kuadër dokumentash, apo thashe themësh qyteti? Thashe themësh qyteti, mërgën të janë për që dokumenta, për që dokumenta, orë zotri, nëse vlaj njërit nga këta, ose i të dy kandidatët, vajzët e djalit, do ishe përfshirë në një proces droge, e kështu do kishe vendim gjykate. A po këtë një shfatjet, e shumë, e diuna i qyteti. Po lero vlaj atit, më thua mua të që e diuna atit, ka qëna i qëra. Po vlaj jot që është duke dhënë këtë opinion, e dini se që a bo në Vlora, në Lesh, a në Shkodër, apo në Tiranë? A pra, plot për plot ambarët me ashash, vlaj ti që e opinionin. Vlaj ti që s'ka bosi gjosh, armik populli. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.